Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që po më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat më të shpejta, por shumë e shijshme. Nëse ju pëlqejnë patollxhanët, qëndroni me mua ta përgatisim bashk, pasi jo vetëm që do ju marr pak minuta kohë për ta përgatitur, por është mjaft e shijshme dhe të gjithë do ta pëlqejnë në familje. Kështu që fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Do nevojitet 1 deri në 2 patollxhan, pasi varet se sa të mëdhenj janë. Do t'i presim ata në feta. Kini parasysh nëse patollxhanët kanë atë shijen e hidhur, duhet t'i vendosni në ujë të nxehtë me krip dhe t'i lini pak, por patollxhanët që unë kam përgatitur janë shumë të ëmbël dhe nuk e kishin atë shijen e hidhur, kështu që pasi i preva në feta, kështu siç e shihni në video, në tigan kam shtuar vaj, unë përdor gjithmonë vaj ulliri, por mund të përdorni vajin që ju gjendet në kuzhinën tuaj. I vendosim patollxhanët për t'i skuqur. Kini parasysh që patollxhanët është një nga perimet që përthithin vaj, kështu që duan pak vaj. I sistemoj me kujdes në tigan, pasi gjatë të skuqjes ata do të zbuten dhe do t'i kthej mirë në të dy anët derisa të zbuten plotësisht. Dhe pasi janë gati, do t'i largojmë ata nga tigani dhe do t'i vendosim në një pjatë me letër kuzhine në mënyrë që të përthithin atë yndyrën që kanë marrë, sepse siç e dim patollxhanët thithin vaj. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Po aty ku skuqen patollxhanët, do të shtojmë një lugë gjelle miell gruri dhe do ta skuqim sa të marr pak ngjyrë duke e përzier her pas here në mënyrë që të mos digjet derisa të marr atë aromën e mirë. Kini parasysh në temperaturë të ngadaltë. Pasi është gati, do të shtojmë 200 gram kos dhe krip, piper të zi, hudhër dhe spec të kuq. Erëzat gjithmonë sipas dëshirës, por këto që kam vendosur unë e bëjnë shumë të shijshme dhe kur ta provoni do më kujtoni se sa e mirë që është dhe mbi të gjitha përgatitet shumë shpejt. Është ideale për ato raste që ktheheni nga puna ose nga jashtë në shtëpi dhe nuk keni asgjë gati, kështu që mjafton ta përgatisni dhe do kënaqeni ju dhe familja juaj me të, pasi është vërtet shumë e shijshme. Ajo që kërkon është një bukë e mirë, pasi do bukë që të shijoj ashtu siç duhet. Pasi masa është gati dhe e kemi përzier shumë mirë, vazhdoj tigani të jetë në zjarr të ulët, do të kthejmë patollxhanët që skuqëm. Lart unë kam shtuar pak djathë të bardhë, mund të shtoni djathë kaçkavall ose sipas dëshirës tuaj çfarë lloj djathi që u gjendet në shtëpi. Unë kam shtuar edhe pak majdanos për më shumë shije. Erëzat janë gjithmonë sipas dëshirës suaj dhe do t'i lëm për pak sekonda sa të lidhen shijet. Dhe e keni gati, siç e pat më të thjesht nuk ka. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Unë ju falenderoj për të gjithë vëmendjen tuaj që i kushtoni kanalit tim, për çdo like, për çdo koment që më shkruani. Bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Faleminderit.